koha e Don Kishotëve e Sancho Pançëve duhet të mbarojnë në Kosovë. Du t'i drejtohem kësaj salle me një pamje shumë thjesht, por ironikisht e fatkeqësisht shumë, domethënë se për realitetin e politikë tonin. Atë të Don Kishotit, jo si figurë e letërsisë, po si një metaforë politike, sepse për fat keq, shteti ynë, shoqëria jonë, republika jonë, ka një kohë që po udhëhiqet jo nga arsyeja, por nga një realitet paralel që sheh vetëm një njeri politik në vend, Albin Kurti. Për ju të pushtetit që bërtisni deksa flasim një këtu, që leximi nuk e keni pasur as dëshira, as qëllim, e duket as obligim, Don Kishoti është një nga personazhet më të famshme të letërsisë botërore, një figurë komplekse, idealiste, tragjike, shpeshherë dhe thellësisht komike. Pra një figurë tragjiko-komike. Sikurse Don Kishoti i Cervantesit, edhe Albin Kurti i Vetëvendosjes, zhdohet çdo ditë, çdo mëngjes në një botë që ka kriju vetë. Dhe në atë botë, Albin Kurti i Vetëvendosjes sheh dhe krijon veç kundërshtar. Kundërshtar që duan ta kthejnë Serbinë Kosovë në atë kreve. Edhe ty, general Hadrxhonaj, edhe ty Ramosh, edhe ty Fatmir, edhe juve burra gra që keni luftu për lirinë e Kosovës. Pro gjithë ne në këtë sallë duhet ta kthejmë në realitetin e Albin Kurtit Serbinë Kosovë. Kundërshtar që duan ta bllokojnë Kosovën, vendin ton, vendin ku për dallim prej teje ne i rrisim fëmijët tonë këtu, Albin. Pasurinë më të madhe që e kemi. Pra ne duhet ta bllokojmë edhe këtë vend, të fëmijëve tonë. Kundërshtar tjerë që punojnë ditë e natë pa ndërprerje që këtu mos me pas sukses. Po, pra, këta kundërshtar janë edhe në parlament, edhe në parti, edhe në gjykat, edhe në prokurori, edhe në media, edhe në shoqëri civile, janë besa brenda vendit e jashtë vendit edhe tek aleatët tonë.